Shqipëria është një treg i vogël ku qeveria për përfitime korruptive shfrytëzon pushtetin në kurisë të biznesit. Ky është mendimi i ekspertëve të ekonomisë që i kanë bërë një skaner të detajuar investimeve të huaja në vend në emisionin Tema e ditës. Korrupsioni në nivele të larta, presioni nga qeveria dhe kushtet e pafavorshme, sipas ekspertëve, po largojnë bizneset e huaja nga Shqipëria. Këtu nuk ka asgjë diferencë me një shtet me institucione mafioze, në kuptimin që vendos gjop jo të ligjshme për të marrë pastaj për të përfituar nga posti politik apo pushteti që mund të kesh në kurisë të biznesit. Në tërësi kjo lidhet krejtësisht me jetën tona ditë për ditë në mënyrën në mungesën e pagave, vonesën e taksave të qeverisë e kështu me radhë. Në momentin e parë që ne kemi një rast konkret, e sa raste tjera që përmendi dhe Besari, për të mos ulur edhe për rastin ku ndodhemi ne që është rasti një biznesi që është goditur që ofron vende tilla pune. Unë kam dhe të dhënat madje të anketës së zyrës tregtare të Austrisë në Tiranë, ku 73% e profesionistëve të biznesit austriak në Shqipëri tregojnë që klima është përkeqësuar. Unë shoh domethënë në sjellje të tilla dhe në një administratë ineficiente dhe në një administratë të korruptuar, shoh pengesa shumë të rëndësishme për investimet e huaja direkte, jo vetëm nga Gjermania, po edhe nga vende të tjera. Dy ekspertët e ekonomisë shohin të zymt edhe perspektivën e investimeve të huaja në Shqipëri. Sipas tyre, vendi ynë rrezikon 2 vite jo të mira në këtë drejtim dhe kjo për disa arsye. Taksat janë më të larta, infrastruktura rrugore nuk është aq e mirë, gjeografikisht pavarësisht se dalim në det, nuk kemi aq të lidhur me pjesën kontinentale, pjesën lindore. Kemi pasiguri të mëdha të theksuara politike, pra mos harrojmë vetëm 21 janarin dhe pasigurinë e madhe që ai krijoi. Pra ne vetë shkaktojmë disa shpeshherë destabilitet politik që më pas përkthehet në pasiguri afatgjat për të investuar në Shqipëri. Vendosja e taksës progresive takson kapitalin njerëzor. Natyrisht kështu taksohen edhe në vendet e tjera të zhvilluara. Por Shqipëria ka nevojë akute që të akumulojë kapitalin, qoftë njerëzor, qoftë fizik. Në syrin e ekspertëve të ekonomisë, Shqipëria mund të përkufizohet si një treg ku risku është disa herë më i lartë se fitimi, e për një investitor të huaj, kjo është aja e të bërit ose jo biznes në këtë vend.